Në kuadër të javës europiane të basketbollit dhe ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar, skuadra e Shkodrës u bë pjesë e torneut kombëtar të unifikuar të basketbollit. Për 3 vite radhazi Shkodra triumfon, ku këtë herë po bëhet gati për lojrat olimpike për të rinj me aftësi ndryshe, që do të bëhen në Santiago në Kili në vitin 2027. Ne u paraqitëm këtë kampionat me 2 disiplina, 3x3 dhe 5x5. Tek disiplina 3x3 janë 2 atlet, që janë 2 fëmijë me aftësi, 2 të rinj me aftësi ndryshe dhe një partner. Tek disiplina 5x5 është 3 atlet dhe 2 partner. Skuadra e Shkodrës, të them drejtën, është për të tretin vit radhazi kampione, e cila mbi të gjitha është skuadra përzgjedhëse për në Santiago të Kilit 2027 në lojrat olimpike. Ky turne ka patur për qëllim promovoj përfshirjen sociale, barazinë dhe ndikimin pozitiv që sporti ka tek personat me aftësi ndryshe. Ajo që është pjesa më e veçantë dhe që fëmijët i ka motivuar jashtëzakonisht është duartrokitjet e publikut dhe skuadrave të tjera, të cilat i motivonin vazhdimisht lojtarët brenda fushës. Loja basketbollit për të rit që ne kemi në stërvitje, faktikisht është një trashëgimni që na vjen edhe nga indjeri për profesor Elvis Seiti, dhe ai ka qenë i pari ose themeluesi që ka injektu basketbollin, dëshirën për sportin e basketbollit tek këto fëmijë. Turneu shënoi një tjetër hap përpara në zhvillimin dhe promovimin e sportit gjithë përfshirës në vendin tonë.